Bundestagu Gjerman ka miratuar sot, pak më parë, në fakt me 26 shkurt, një akt ligjor shumë interesant për biznesmenët, por edhe për punëtorët, e që mund të jetë me rëndësi edhe për shumë shqiptarë që punojnë në këto kompani natyrisht. Tenderët publik që jepen nga qeveria federale për ndërtim dhe për shërbime të ndryshme, në të ardhmen do të jepen vetëm kompanive që u përmbahen marrëveshjeve kolektive ose kushteve të favorshme për punëtorët e tyre. Qëllimi është pra mbrojtja e të drejtave të punëtorëve. Jashtëquajturi akti për pajtueshmërinë me negociatat kolektive duhet të miratohet edhe në Bundesrat natyrisht, por nuk pritet kurrë ndryshimi sepse në Bundestag për këtë dokument kanë votuar të gjitha partitë politike përveç AFD-s, e cila ka qenë kundër, dhe të Majtës, e cila ka abstenuar. Akti ka për qëllim pra ruajtjen e të drejtave të punëtorëve dhe do të aplikohet për të gjithë tenderët publik në vlerë prej 50.000 euro e më shumë, e në raste të caktuara për kontratat me vlerë prej më shumë se 100.000 euro. Ky dokument nuk përfshin kontratat e furnizimit dhe kontratat e tjera që kanë lidhje me Bundeswehren, pra me ushtrinë gjermane. Propozuesit e ligjit thonë se ata që marrin kontrata publike, pra tender publik, duhet të paguajnë punëtorët si duhet dhe të mos ketë pra ulje të pagesave. Nuk e di sa firma shqiptare merren me tender nga autoritetet federale dhe sa punëtor punojnë në këto firma, por me këtë ligj në të ardhmen nuk mund të ketë pra keqpërdorime në pagesa, të paktën kështu thuhet në ligj, për punëtorët, dhe ata duhet të paguhen patjetër sipas kontratave kolektive dhe jo më pak. Ky vendim është shumë e rëndësishëm në fakt kur dihet se prej këtij viti do të fillojnë edhe investimet e dhjetra e qindra miliarda eurove edhe për infrastrukturën dhe projektet e tjera që financohen nga parat e taksapaguesve pak a shumë apo dhe të fondeve federale. Me një fjalë, firma që marrin kontrata nga federata në të ardhmen duhet të kenë shumë kujdes dhe të mos mashtrojnë eventualisht me pagesat e punëtorëve, ndonse po ma merr mendja që as tani nuk mashtrojnë. Propozuesit e ligjit thonë se kompanitë që marrin punë nga autoritetet federale natyrisht duhet të përmbushin kushtet e punës së përcaktuara dhe të vendosura nga Ministria Federale e Punës dhe Çështjeve Sociale. Ndaj këtij ligji ka dhe kritika nga opozita dhe disa sindikata, por me detajet dhe me reagimet natyrisht që mund të merremi kur të miratohet përfundimisht ligji, pra edhe në Bundesrat. E më pas mbetet të shihet natyrisht edhe se si do të zbatohet ky ligj në praktikë dhe a do të zbatohet ashtu siç duhet, sepse ju e dini natyrisht që mes ligjeve dhe zbatimit ndonjëherë ka edhe pak dallime. Por ne jemi dhe do t'i shpjegojmë të gjitha në kohën e duhur. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti.